Je bashkëshorte apo bashkëjetues dhe bashkëjetuese, gjykata kushtetuese ka shkundur themelet e institutit të testamentit në Shqipëri. Dëgjoni diçka që nuk ja u ka thënë askush. Për herë të parë në Shqipëri, gjykata kushtetuese ndërhyn në mënyrën se si lihet testamenti. Pra, gjykata vlerësoi se bashkëshorti pasjetues duhet të ketë të njëjtin vend në rrethin e trashëgimtarëve testamentar të barabartë me atë të fëmijëve. Deri dje, gruaja apo partnerja mund të mbetej pasgjë, edhe nëse kishin ndarë gjithjetën bashkë me ju. Ky nuk mbronte bashkëjetuesit dhe bashkëshortës të martesës civile të vlefshme nga e drejta e trashëgimisë. Por vendimi i ri e shpalli antikushtetues në ligjin 377 të Kodit Civil. Për të parë, bashkëshortët dhe bashkëjetuesit mund të përfshihen në rrethin e trashëgimtarëve testamentar dhe ajo do të jetë e lishme dhe e vlefshme. Në vendimin e saj, gjykata i dha fund kësaj pabarazie dhe Kuvendi i Shqipërisë detyrohej që brenda një viti nga hyrja në fuqi këtij vendimi të plotësonte boshllikun ligjor. Gjithashtu duhet të dini që Kuvendi ende nuk e ka bërë ndryshimin në Kodin Civil. Dhe gjithsesi ky vendim, si çdo vendim i gjykatës kushtetuese, ka pas fuqi të menjëhershëm dhe është i detyrueshëm për të gjitha gjykatat dhe institucionet shtetërore që në momentin e dekretimit të këtë këtë ndryshim historik në të drejtën shqiptare, shkruaj në komente dua. Nëse do që të sqaroj në një video tjetër çfarë ndodh me testamentet dhe rezervën ligjore pas këtij vendimi.